Që e kam adet more nga një pa. Ferdo, stia, felice. Pas kësaj videoje që shfaqe rrugtimin e shkollës tonë ndër vite, një mozaik emocionesh, arritjesh dhe kujtimesh që do të mbetet në zemrat tona, ftoj drejtorin e shkollës, Zotri Alitin Flugaj për një fjalë përshëndetje. Të dashur nxënës, të respektuar mësimdhënës, shumë të nderuar prindër, përfaqësues të DKA-s, përfaqësues të Këshillit të Prindërve, nga Kfori Turk, mësimdhënës të pensionuar nga kjo shkollë, familjar të mësimdhënësve të ndjerë tani më të cilët nuk jetojnë. Ju faleminderit për prezencën tuaj këtu në këtë event të veçantë për shkollën tonë në 40 vjetorin e themelimit të këtij institucioni të dijes. Ju them të drejtën, të flas për shkollën tonë, për aktivitetet që ndodhin brenda ditës, janë më shumë se kaq, nuk mjafton një ditë të tërë, por bashkë me mësimdhënësit të munduam që të përfshim një program të shkurtër në dokumentarin cilit ju e vërejtët. Kjo e arritur e shkollës tonë, i dedikohet të gjithë ish mësuesve të kësaj shkolle, të gjithë të pensionuarve dhe atyre cilët nuk jetojnë më, cilët vendosën një gur sa do të vogël në ndërtimin e këtij institucioni të dijes. Nuk do t'ju marr shumë kohë që të flas përsa i përket arritjeve të shkollës tonë, sepse pjesë e këtyre të arritjeve çdo ditë jeni ju prindër të nderuar bashkë me fëmijët tuaj, veçanërisht respekt të veçantë për gjithë mësuesit cilët edhe sot e kësaj dite vazhdojnë punën në shkollën tonë. Kam disa mirënjohje për familjarët e mësuesve cilët nuk jetojnë më, që ta kryjë këtë procedurë për nderim të veçantë, do t'i ftoj nga dal, gjithashtu edhe ish drejtorët e shkollës, nuk e di, Haki Geraku nuk e pash, Lumjerakun po e shoh këtu, do t'i thras me emra ata familjarët atyre cilët kanë ardhur, cilët nuk jetojnë më, do t'i thras me radhë, shpërndaj me njojnë, pastaj ju uroj një arktim të mirë me programin që kam përgatitur mësueset bashkë me nxënësit tanë. Faleminderit për prezencën e shihemi në vende tjera të shkollës tonë. Që në këtë shkollë bashkë, duke filluar nga viti 1985 deri sot, kështu që do të vazhdojmë, pavarësisht pozitave që jemi, secili do kontribuojmë që kjo shkollë të mos ndalet asnjëherë sepse për ne është feedback, informat kthyese kur fëmijët e shkollës tonë dalin gjenerata të suksesshme, kështu që për këtë jemi këtu bashkë. Faleminderit shumë, na keni nderuar. Urime mësues. Juve
si kanga e zogët vetë.